Përshëndetje nga kuzhina në Jerit, sot kam vendosur me përgatit specat të firume. Të firume i thojna ne kështu ka ona duka gjit. Këtë recete kam përgatit gjithmonë gjyshja, tezja, nonna e përgatitin edhe është perfekte. Përgatitet pra specat firume, përgatitim ajvar pëngjër, pra teknik kjo quhet specat të firume. Krejt që kana nevojiten, unë i kom marrë këto 6 kg specat kuqe, i kom pjek mirë, i kom fut në një qeset najlonit, i kom lënë me zbut, pra edhe i kom qëru. Ja u kom hek forat edhe i kom qit në një rjet, kështu, e bleni në çdo market ushqimor këtu në Gjermani, që është për pem. Mandej i kom lënë të notën, kështu të vjerta me u kullu pra ata lëngu i specave. Tash të namën tjetër marrim 3 lugë të gjellës me sheqer. 200 ml me vaj, një hudhër e kom ngrisht në cupa, një filxhani 50 ml me ufull, edhe 5 lugë plot të gjellës me krip. Bismillah, tash fillojna me përgatitjen, mas pari tash i marrim specat edhe i ndajna kështu fije. Marrim tash një edhe i qesim pra specat që i kemi kullu të notën, ja u largojna këtë rjetën. Tashti i ndojna specat që janë kështu, për zgjati pra fije. Të gjitha. Te përbohen të shishme që me të vërtet jo knaqen. Të gjitha i ndojna pra në fije. Basi i kemi ndohë specat kështu, fije, se që për shifni, tash e marrim në anën tjetër një tenxhere. Bismillah, hedhim vajin, 200 ml me vaj, e shtojna ufullën, sheqerin, mandej shtojna kripen, një hudhër pra, komplet e kemi ngritë kështu thelbet për një hudhre mesatare. Edhe e përzina, e nalojna që deri sa të mërvojnë për vajnë me ufullën. Përzina pandëtre. E shifni ka morë vaj edhe vaj me ufullën, sheqerin edhe kripen. Tashti bismillah i morëm specat edhe i qesim me tenxhere. I kemi qitë edhe specat, tashti i përzim. Deri tashti ka qenë pra kloqe qëre në temperaturë nëmë, tashti e ullim 4. I përzina pra edhe specat firume, deri sa të shterët që kë lango.
në temperaturë 4. Çfarë arome se krejt këvan ka morë erë. Kënoq, me vërtet kënoq, ka una dogaxhinit. Ne e përgatitim gjithmonë, unë po flas ka una jame, gjithë. Ani me buk në zetë dini. Edhe specat e firume janë gati kanë përfundu pra. E kom zi në temperaturë 4, veç fillim pra kur tash e kom shu ploqe 9 deri sa ka vlu vaj me upullën edhe kripen sheqerin. Mandej e kom ullë pra temperaturën në 4 për 1 orë, duke e përzi pra po ashtu që mos në gjitet edhe nuk në gjit as në grim, shifni. Kështu pra duket edhe specat e firume që bohen fantastike. Me të vërtet ja vlen të provoni. E norim tash përrejtin. Edhe kështu të nxehtë tash e qesim ose në kavanoza ose në qelë që keni. Të kënoq me buk. Wah! Hajde bismillah. Këtë enën e lëmë ftuf edhe e lëmë frigorifer qelqit, sepse pa speca une, një, pa djath edhe pa kos, që tu mos me shtru në tavolin ose në sofër bukës, s'tham që kom hamër. Nona e non specave jam. Jo mundin me qitë në kavanoza pra, edhe me mbyll me një herë. E kom shpjegu edhe vetën se si mbyllën edhe kavanozat hermetikisht, pa pas nevoj me zi, as me nxej, as me qënxej, për 1 minutë. Kështu pra, duken edhe specat e firume. Recet dugaxhinase shumë vjeqare, unë po të thamë në gjyshja ime ka 94 vjetë. Edhe prej se unë e moj men gjithmonë i ka përgatit. Kështu që ja vlen ta provoni këtë recet, specat firume, pra me buk ju knoqin, veç që ta edhe një copë buk, edhe me qitë ta, s'po flas më shumë. Ju përshëndes për zëmërsisht, e ju falenderoj për çdo përqend recetat mia. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Lirit. Ju them miru pofshim.